Shoqata Miqësisë Shqipëri Vendet Arabe me 34 vite aktivitet organizoi këtë shtunë një konferencë shtypi në Shkodër me fokus çështjen palestineze. Në aktivitet u theksua se situata në Gaza mbetet një nga plagët më të ndjeshme ndërkombëtare. Kryetari i shoqatës, Muammar Vuci, u shpreh se për 78 vite kjo çështje nuk ka gjetur zgjidhje, ndërsa i cilësoi Gazën si një nga krizat më të rënda humanitare të kohëve moderne. Sipas tij, organizimi i kësaj konference përfaqësoi një shenjë solidariteti me popullsinë që po përballet me pasojat e konfliktit. Gaza rrafshu dhe Gaza është bën, si të themi ne, vendi i genocidit konkret të shekullit 21. Duke bërë këtë aktivitet, ne kemi dashur me pasqyru që edhe populli shqiptar, Shoqata Miqësisë Shqipëri Vendet Arabe, solidarizohet me popullin palestinës dhe kërkon mbështetje nga populli, sepse shqiptari është human. Dhe nëse është human shqiptari, 73.000 njerëz janë vrarë në Gaza. Për këtë kasapon të madhe është shumë kam të në bota. Edhe ne, si Shqipëri, kemi bërë solidarizime, po duhet ma konkretja. Ne diçka duhet me lëviz për i vendit, duhet me lëviz. Për Vendet Arabe ka vendin e vetë, por edhe vllazët kosovar, jena një kom. Kur duhet me gjetë një bes tjetër, me thonë këta, si unë po thëmë, mund të jemi disati që e thamë këtë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli e kompani nuk e kanë vendin e përburgje. Aktiviteti u shoqërua edhe me një ekspozitë tematike duke synuar ndërgjegjësimin e publikut mbi realitetin në Gaza.